Prej disa ditësh vazhdon puna në funksion të përmirësimit të infrastrukturës bujqësore nga ana e Bashkisë Lushnjë për të ardhur në ndihmë fermerëve të zonës ku pastrimi i kanaleve për këtë sezon veror do t'i japë atyre mundësinë e vaditjes dhe kullimit të tokave bujqësore për të pasur prodhime të bollshme. Pastrimi i kanaleve ka nisur muaj më parë nga ana e Bashkisë Lushnjë si pjesë e projektit që zhvillon bujqësinë dhe përmirësimin e infrastrukturës në këtë zonë, ku një rol tepër të veçantë institucioni i Bashkisë Lushnjë dhe përkujdesja e veçantë e kryebashkiake Seriselta Sefa i kanë dhënë punës së fermerit duke i shërbyer në çdo aspekt. Në Rrupaj, njësia administrative Krutje ka nisur të pastrohet një kanal kullues me gjatësi 1400 metër linear, paralele me rrugën kryesore, i cili kullon 150 hektar toka bujqësore në këtë zonë, duke përfshirë fshatrat si Rrupaj dhe Fieri i Ri. Edhe në fshatin Lifa i Ri, njësia administrative Allkaj vazhdojnë punimet për pastrimin e një kanali me gjatësi 1400 metër linear, nga i cili u jiten 80 hektar tokë bujqësore për të mbjellat e fermerëve të zonës.